Prioritetet e Ministrisë së Çështjeve Sociale mbeten 3 reforma të rëndësishme: reforma ekonomike, reforma e aftësisë së kufizuar dhe reforma e shërbimeve sociale. Për të ndjekur nga afër punën e Drejtorisë së Shërbimit Social, ka mbritur në Gjirokastër drejtoresha e përgjithshme e Shërbimit Social Edleva Bisha, e cila tha se takimi me administratorët social do të kthehet në grafik pune një herë në muaj për të parë nga afër se çfarë nevojitet për të përmirësuar shërbimin social në të gjithë vendin. Por jo vetëm përmes saj, sepse kemi edhe një mbledhje institucionesh për kujdesi, por kemi edhe bëjmë përpjekje maksimale për të ofruar shërbime alternative sa herë që persona me aftësi të kufizuar ka nevojë për më shumë mbështetje se sa ajo që mund t'i ofrohet në kushtet lokale. Një komponent tjetër i rëndësishëm i punës shërbimit social janë edhe shërbimet sociale, shërbimet të cilat në fakt duhet burojnë, duhet kenë jetë aty ku qytetarët janë, pra pranë komuniteteve. Ne në fakt shërbim social gjatë këtyre muajve jemi përpjekur që të krijojmë një model të ri pune që unë do doja ta ndaja sot me ju. Në të tre këto komponent kryesor që unë përmenda, puna juaj është e lidhur pasgjithshmërisht me secilin prej tyre. Prandaj tash është e rëndësishme që të takohemi. Në fakt të gjithë drejtoritë rajonale prej muajsh e kanë kthyer në praktik punën. Takimin e zakonshëm me administratorët social paktën çdo muaj, në mënyrë të tillë që të komunikoni vazhdimisht dhe të shikoni se çfarë mund përmirësohet në cilësinë e punës, që të ofrojmë shërbime më të mira për qytetarët në fund, dhe sidomos pjesa e punës tuaj, pjesa e punës tonë është e lidhur me grupet më vulnerabël, prandaj edhe përgjegjësiria dhe reagimi kuptohet që duhet jetë maksimal. Në fakt ne gjatë gjithë këtyre muajve kemi bërë prezent edhe kontributin edhe punën që është bërë në lidhje me secilën prej shtyllave që unë përmenda, do doja të ndalesha shkurtimisht në secilën prej tyre. Së pari në lidhje me problemet e ndihmës ekonomike, më vjen mirë që qarku i Gjirokastës është një ndër qarshet që ka numër më të vogël familjeve në ndihmë ekonomike. Në fakt numri i familjeve në ndihmë ekonomike për ne nuk është thjesht shifër. Për ne e rëndësishëm është që kemi sa më pak familje, gjë që nuk kupton që pjesa më e rëndësishme e këtyre familjeve janë mjaftueshëm të fuqizuara për ta ndërtuar jetën e tyre pa pasur nevojë për mbështetjen sociale. Në takimin organizuar në ambientet e prefekturës Gjirokastër me një pjesë përfaqësues komunash dhe bashkisë dhe grupe interesi në qarkun e Gjirokastës, të cilët në këtë tryez ngritën problematikat që hasin për ditë. Një përshëndetje të veçantë për Alban, në rritje koka, në përgjigje për çdo gjë. Ne si bashki kemi pasur shumë probleme dhe kemi dhe njerëz që ka nevojë nevojtar. Kemi njerëz që kanë shumë nevojë për ndihmë, po sipas kritereve dhe procedurave nuk i plotësojnë. Dhe ne nuk dimë si t'i ndihmojmë. Ndihmë ekonomike s'u japim dot. Kisha një familje shumë të varfër, ata janë motre vëlla, janë mbi 25 vjeç, nuk marrin ndihmë ekonomike dhe neve kemi shumë problem. Unë s'u jap dot, ne si zyrë nuk i ndihmojmë dot. Shërbimi social dhe reforma thelbësore në të shijeci imediate, pasi në shumë raste kanë marrë ndihmë ekonomike ata persona që nuk ju takon. Sinkron intervista jashtë. Absolutisht jo. Ne po punojmë së pari për të kthyer në rrugën e ligjit të gjithë skemën e aftësisë kufizuar, nga ana tjetër po ndërtojmë mekanizma specifik në mënyrë që kjo situatë që ka ndodhur gjatë 2013-s për fat keq një viti elektoral të mos përsëritet më. Unë e thash edhe gjatë takimit me administratorët, ndërhyrja e parë kryesore ne kemi nisur me veten. Pra me stafet tona, kemi punuar për të pasur ekipe më profesionale, kemi mjek brenda stafet tona tashmë, i kemi trajnuar këto stafe për të kryer më cilësisht punën e tyre, dhe nga ana tjetër po ndërtojmë një marrëdhënie të re pune edhe me administratorët, të cilët kanë një rol të rëndësishëm, sepse janë porta pritse çdo qytetari që është në nevojë dhe që ka nevojë për një shërbim specifik. Dhe prandaj punojmë vazhdimisht me administratorët, prandaj Albana dhe stafi i saj çdo muaj takohen me administratorët për të folur mbi procedurat që ata ndjekin, por edhe për diskutuar raste specifike, siç thash që ndoshta ka nevojë për më shumë se sa kjo lloj mbështetje. Megjithatë, në lidhje me aftësinë e kufizuar, më duhet të them që Ministria e Mirëqenies ka në proces 3 reforma të rëndësishme: reformën e ndihmës ekonomike, reformën e aftësisë kufizuar dhe reformën e shërbimeve sociale. Pjesët e 3 reformave
shërbimit social si njësi zbatuese e legjislacionit në fushën e shërbimeve sociale. Reforma e ndihmës ekonomike tashmë po merr jetë në 3 qarqe pilot të vendit, në Tiranë, në Durrës dhe Elbasan, ku ne po pilotojmë një model të ri të ndihmës ekonomike dhe shumë prej edhe shqetësimeve që unë dëgjova nga administratorët sot nuk do të jenë më në të ardhmen kur ky projekt të marrë jetë në gjithë vendin. Pra nuk do të ketë raste kur familjet skualifikohen nga e drejta përfitimi ndihmës ekonomike thjesht për shkak të ligjit e tjerë. Ndërkohë, reforma e aftësisë kufizuar do të jetë një reformë e cila do të synojë krijimin e një modeli të ri mbi të gjitha, ku modeli i vlerësimit të një personi për aftësinë e kufizuar nuk do të jetë thjesht një model mjekësor, por edhe një model social, në mënyrë të tillë që ta shikosh aftësinë e kufizuar në gjithë dimensionin e vet dhe në fundit të ngrihen edhe shërbime specifike që adresojnë nevojat e këtyre grupeve. Ndërsa reforma e shërbimeve sociale është e rëndësishme, ajo po do të ecë në fakt në një linjë me reformën territoriale dhe unë do të jem shumë e lumtur ditën që në Shqipëri, në njësitë e pushtetit vendor të ketë shërbime komunitare dhe nuk do të jetë e nevojshme pastaj për shërbimin social shtetëror në qendër apo për drejtoritë rajonale që të bëjnë menaxhim me rastesh vet, thjesht sepse nuk ka instrumenta lokal. Shërbimi në fundit duhet jetë atje ku janë qytetarët, sa më pranë tyre. Ne bëjmë pamundur, por nga niveli i qarkut dhe me një staf të kufizuar ne nuk mund bëjmë gjithçka. Kështu që ka nevojë që të ketë një qasje krejt të re dhe jam e bindur që reforma e shërbimeve sociale do ta japë këtë model.